Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025. Jemi në xhamin e fshatit Pirok, ku bashkëbiseduesi ynë me të cilin do të bisedojmë rreth vlerës së syfirit dhe iftarit është hoxha i kësaj xhamie, Muhamet Zeqiri. I nderuar, mirë se vini. Mirë se u gjetëm, edhe juve mirë se erdhët në xhamin tonë, që erdhët na vizituat bashkë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Ju falemnderit. Ju falemnderojmë që na mirëpritet. Cilat janë begatit të mirat, cilat i jep syfiri? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Padyshim se falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahu Dhul Xhelal, krijuesit të gjithësisë, I cili na dha mundësinë që ta presëm edhe një muaj të bekuar si është muaji I Ramazanit. Salavatet dhe selamet, përshëndetjet më të përzemërta ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë, Muhammed Mustafas, familjes së tij të pastër, shokëve të tij fisnik dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekën dhe do të ndjekin rrugën e tij me vendoshmëri deri në ditën e gjykimit. Fillimisht të shfrytëzoj rastin që juve dhe të gjithë teleshikuesit I përshëndes me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësitë si dhe begatitë e të madhit Allah qofshin mbi gjithë juve, dhe në njëjtën kohë ju dëshiroj mirëseardhje këtu në xhamin tonë dhe ju falenderoj që edhe neve këtë vit na zgjodhet që të jemi pjesë e programit tuaj, sadopak që edhe ne të marrim shpërblimet nga ky program inshallah. Allahu juve u dhash të bereqet dhe ju dhash mbarësi në këtë projekt që jeni duke e bërë. Amin, faleminderit. Për sa I përket pyetjes tuaj në lidhje me syfirin dhe iftarit, neve fillimisht falenderojmë Allahun Dhul Xhelal I cili na dha një muaj të bekuar siç është muaji I Ramazanit. Vetë muaji I Ramazan është një begati dhe një rahmet dhe një mëshirë e madhe nga ana Allahu Dhul Xhelal, por Ramazani në vete ngërthen bereqete të shumta. Në gjatë Ramazanit besimtari ka shumë mirësi, shumë bereqete, shumë të mira, e prej të mirave të Ramazanit është edhe sifiri. Me thonë ne këtu do të përqendrohena për çështjen e sifirit, se çka ka thonë Zoti në Kur'anin famulart, edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam, se çfarë na tregon në lidhje me sifirin. Si pika e parë, me thonë duhet ta dina se koha e sifirit fillon pas mesnatës deri në imsak, ose në agimin e mëngjesit, dhe me thonë, siç nifet të kene, imsaki është koha ku ndërpritet, dhe me thonë, ushqimi, edhe pas mesnatës fillon. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu vesselam neve në një hadith të tij na thot tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Thot bëni sifir, hani sifir, se me të vërtet në sifir ka bereqet. E ku shifet bereqeti, dhe me thonë, I sifirit? Bereqeti I sifirit shifet në atë se Allahu Dhul Xhelal e lëshon mëshirën e tij tek robërit e tij, sepse një besimtar I cili e çon urdhrin Allahu Dhul Xhelal në vend, edhe të pejgamberit alayhi salatu vesselam, padyshim se është në mirësi të mëdha. Vetë Zoti në Kur'anin famullar thot: "Faman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Një njeri I cili thot e respekton Allahun, urdhrin e Zotit dhe urdhrin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, s'ka dyshim se ai ka fituar një fitore jashtëzakonisht të madhe. Pra, është më rëndësi që besimtari të bëjë sifir, për arsye se në të ka bereqete të shumta, por për fat të keq ndodh tek ne që dikush nuk e ka tradit të haje sifir, ose për shkak se e ka dëshirë gjumin, ose për shkak se nuk ja din vlerën e sifirit, edhe pas sifir bëhet flene, e kështu që ai për fat të keq gjithë të mirësi, të bereqetet që I ka përmend Allahu dhe pejgamberi ato ne I shkojnë huq. Kështu që neve duhet të jemi të kujdesshëm, të nderuar besimtar, që të ham sifir, edhe atë në qoftë se nuk mund të ham në ushqime të rregullt, bërëm të ham diçka të thjesht. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, thot ai I cili han sifir edhe në qoftë se veç me hurma,
pak e prishën, ajo është e bereqet, është gjoja e madhe, gjoja e mirë për atë që ai mos e lënë sifirin as pak. Po ashtu është më rëndësi ta përmendim këtu se një njeri i cili ngrihet dhe e çon urdhrin e Allahut dhul xhelal në vend dhe bën sifir për hir të asaj që është ngrohtë dhe të bëjë sifir, që nesër e bën një jetë që ta xheroje, për këtë arsye thot Allahu dhul xhelal edhe me lajqet, edhe Zoti çon salavate, edhe me lajqet thot lutën, bëjnë istigfar për këtë person që ai Allahu atë ta falja, Allahu atë ta mëshiroje, për arsye se ai ngrihet dhe bën një jetë përgatitet që ta xheroj ditën e nesërme, që me atë edhe të arrijë kënaqësinë e Allahut dhul xhelal. Përveç ushqimit që preferohet të hahet në kohën e sifirit, ka diçka tjetër që preferohet në këtë kohë? Shiqoni, besimtari pasi që të ngrihet të hajë sifir, është më rëndësi të përmendim para se çfarë mund bëjë diçka tjetër. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka urdhëruar që sifirin mos e hana herët, po ta vënojmë sifirin. Do të thonë, një prej suneteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që sifiri të vënohet, do të thonë të hahet sa më afër imsakit, sa më afër mëngjesit. Kjo është tradita e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kemi një rast ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon një sahabi, kemi qenë bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thosh hajshim në sifir, edhe prej momentit kur e kemi hëngur sifirin deri në moment thot kur e falem namazin e sabahit, diku te 50 ajete kuranore kemi mund me lexuar, që do të tregoje se pejgamberi se me ka praktikau pak para imsakit, domethënë ka hëngur sifir, edhe pastaj një pjesë diku 50 ajete kuranore sa me lexu, ka pushu, ka bë lutje, zikër, edhe pastaj ka fal namazin e sabahit. Domethënë neve do të jemi të kujdesshëm që edhe në qoftë se ham sifirin, mundohena sa më afër imsakit, do të thonë të ham sifirin. Po ashtu, këtë kohë neve na mundsohet se është e preferuar se edhe me hadith të pejgamberit alayhis salatu wasalam, me një hadith na tregon i dërguari i Muhammed Mustafa e thot se Allahu dhul xhelal në pjesën e tretë të natës zbret në qiellin e dunjas, edhe thot, a ka kush që të më lutet që unë t'i përgjigjem, a ka kush që të kërkoj që unë t'i jap, a ka kush që të kërkoj falje që unë t'a fali. Pra është një moment i artë që përveç se ne e krijm një urdhër të Allahut dhul xhelal, e ham sifirin dhe përgatitena që nesër në ditën e nesërme të kena më shumë energji, më shumë forcë, se në moment që një njeri që han sifirin edhe ma lehet do ta kese agjërimin e ditës së nesërme, se njeriu ka nevojë për proteina, për energji, për forcë, edhe ai s'ka dyshim që edhe ditën e nesërme do ta kalojë edhe më bukur. E kështu që në njëjtën kohë do ta shfrytëzoje që të bëje istigfar, kur gjithë njerëzit flejnë, ai është i zgjuar edhe i lutet Allahu dhul xhelal për gjitha nevojat, dëshirat, problemet që i ka, telashet që i largoi Allahu dhul xhelal, edhe njëjtën kohë është një mirësi e jashtëzakonshme që përveç lutjeve, duave që bëjnë madhrimin Allahu dhul xhelal që ja bësh, njeriu do të përgatitet edhe të falë edhe suneten e sabahit, do të falë edhe farzet e sabahit. Pra ne e dina se me një hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam thot një person i cili fal në 2 rekat sabah të namazit të sabahut, thot është më e vlefshme dhe më mirë për atë sa me pas çka ka në qiell dhe tokë dhe mes tokës dhe qiellit. Do të thonë të posedojsh pasuritë e qiellit, tokës dhe çka ka mes tokës dhe qiellit, përsëri ato 2 rekat namaz që do t'i falim janë më të vlefshme tek Allahu dhul xhelal se sa e tërë dunjoja që na hipet neve. Pasi që do vihet dita një ditë çdo gjë që mund ta kesh, ta posedojsh këtë dunjë, do të shkatërrohet, do të zhduket, ndërsa ai namazi, ajo lutja, ai istigfari që ka bëu Allahu dhul xhelal, ato me lajqet e shkruan edhe nesër do të vijë dita që Allahu dhul xhelal do të na shpërbleje për këto mirësitë, për këto niyetet e mira që i kemi, këto istigfaret, madhrimet që ja bëjmë Allahu dhul xhelal, agjërimin në përgjithësi, gjitha veprat të mira që i bëjmë me niyet të pastër për hir të Allahu dhul xhelal, inshallah Allahu nesër do të na shpërblejë gjithëve. Kjo ishte sa i përket syfirit, sa i përket iftarit, cilat janë begatit, mirësit e iftarit? Paras edhe diçka tjetër se ndul pimenç, vlera e sifirit është në atë se pejgamberi sallallahu ka thonë sifiri e dallon agjërimin e muslimanit nga jo muslimani. Do të thonë
neve kur ngrehen ham si thirr, ne tregojmë se jemi musliman, se edhe jo musliman të agjerojnë, por ato nuk kanë si thirr. Edhe ne, dhe me thënë ajo që ka na dallon neve si musliman, është ajo se ne ham si thirr dhe agjerojmë, pastaj vjen koha e iftarit edhe prishim. Tash, përse i përket iftarit, s'ka dyshim se edhe koha e iftarit në Islam ka një rëndësi të jashtëzakonshme, është një rëndësi të madhe. Iftari, koha e iftarit, do të thonë, është me konsenzus të dietarëve islam, është kur perëndon dielli, do të thonë me thirrjen e ezanit të akşamit, hin koha e iftarit. Edhe ashtu na ka lajmërau pejgamberi alayhis salatu wasalam që kur perëndon dielli, atëherë lirisht aja që agjeron mund të çelja iftar dhe të prishja dhe të haje, do të thonë iftar. Iftarin pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë përderisa njerëzit e vënojnë thot si firin dhe e shpejtojnë iftarin, janë në mirësi, në begati. Duhet kena kujdes o vëllezër që kur rompi iftari mos e neglizhojmë dhe mos e vënojmë. Ne jemi njerëz që punojmë, por duhet ta planifikojmë që në brenda ditës nëse punojmë kur vjen koha e iftarit kthejmë te familja, te shtëpia dhe të çelim iftar bashkë me familjen. Do të thonë, s'ka dyshim se sot jetojmë me një kohë shumë dinamike dhe njerëzit është problem ti tu bësh me një sofër. Jashtë Ramazanit kur njerëzit hanë në shtëpia nuk është si më përpara janë tu bë gjithë rreth sofrës dhe kanë hëngur bashkë. Por sot është pak problem ti tu bësh njerëzit, do thonë është problem i kohës që tu bësh njerëzit rreth sofrës. Dhe tash në Ramazan është një mundësi e jashtëzakonshme që neve bëjmë një jetë, agjerojmë edhe në kohën e iftarit jemi bashkë. Edhe të mundohena që pak para iftarit t'jena me familjen pranë sofrës edhe të bëjmë lutje, dua edhe ta presëm iftarin. Më thonë, një prej suneteve të pejgamberit është që iftarin ta ham në kohë me një herë dhe mos e vënojmë. Kjo. E dita është pejgamberi ka urdhëruar që iftarin ta çelim sipas mundësive me hurma. Në mungesë të hurmave, ka thonë pejgamberi selam me ujë. Në mungesë të ujit mund të çelim edhe me çfarëdo gjë tjetër, por është e sunet, është e preferuar që të çelim iftar me hurma, për arsye se hurma është një ushqim e cila më shpejt pastaj e tretën ushqimin, do të thonë ndihmon edhe ka sheqer edhe e kompenzon mungesën e sheqerit në gjak. Por në njëjtën kohë edhe ujti, kur pim ujit, do të thonë e kshojmë eqen, do të thonë edhe ndihmon për tretjen e ushqimit e ujit. Tash tek ne është traditë që ne çelim iftar dhe ham iftarin përgjithësi në botën arabe, se kum pas rast, do të thonë në botën arabe ka një praktikë krejtësisht tjetër, ata çelin iftar, pushojnë një kohë, falin namaz, pastaj e han ushqimin. Kjo është besoj për shëndetin është edhe më mirë se nuk e randon do të thonë trupin, se njeriu i cili gjithë ditën është i unët, pastaj han shumë, do të thonë tepër, edhe pastaj ajo i bën probleme edhe shëndetit. Në këtë rast pejgamberi alayhis salam thotë kur do hani ushqim, thotë ndanja atë lukthin, thotë ndanja në 3 pjesë. Një pjesë thotë bënja për ushqimin, një pjesë bënja për ujtin, edhe lëngjet dhe një pjesë tjetër do ta mbajmë për atë frimarjen, do të thonë, me qëllim që kemi edhe shëndet më të mirë. Kjo përse i përket, do të thonë, suneteve të iftarit, po ashtu, do të thonë, është e preferuar në iftar, do të thonë, bëjmë dua, bëjmë lutje, do të thonë, ti lutën Allahu Dhul Xhelal, pasi që është koha në të cilën Allahu Dhul Xhelal nuk i kthen lutjet prapë. Vetë pejgamberi alayhis salam thot me një hadith të tij që lutja e agjëruesit në kohë të iftarit nuk kthehet prap. Po kemi edhe një ngjarje që tregon nga historia islame me Musaun alayhis salam. Tregohet se Musa alayhis salam si pejgamberi i Zotit dhe si kelim, si ai që ka fol me Allahun Dhul Xhelal, kur ishte në kodrën Turi Sina dhe bisedonte dhe i zbritte Teurati, mes tjerash Musa alayhis salam e pyeti Allahun Dhul Xhelal, thot: o Zot, mu më bëne pejgamber, mu më zgjodhe, më dallove për këtë krijesave tjera, mu më mundsove që të flas me ti, të dëgjoj ti, a e ke respektuar dhe e ke nderuar ndonjë tjetër më shumë se sa mua. Ndërsa Allahu Dhul Xhelal çka i tha? O Musa, thot,
unë do të vijë thot një kohë, fi akhiri zaman, në kohën e fundit e kish për qëllim në kohën e umetit të Muhamedit a.s. si pejgamberi i fundit dhe vule e pejgamberëve, dhe vijë një umet që do t'u hap një muaj të bekuar siç është muaji i Ramazanit, dhe ato do të agjërojnë atë muajin e bekuar të Ramazanit, edhe në kohën e iftarit kur ato do të presen për çel iftar, në atë kohë thot, unë thot mes meje dhe teje tash, pse jemi duke bisedu, ka 70.000 perde. Mes meje dhe teje si pejgamber, duke bisedu kun kam bëj 70.000 perde. Do të vijë thot koha që unë do ta çoj te umeti Muhamedit a.s. në muajin e Ramazanit, duke ato agjëruar, dhe kur do vijë koha e iftarit, thot mes meje dhe atyre agjëruesve nuk do të kesh asnjë perde. Asnjë perde. Çka do të thosë kjo? Se Allahu dhul xhelal i ndëgjon luqet tona, dëshirat tona, edhe neve duhet mundohena këtë kohë ta shfrytëzojmë maksimum, se më vjen keq që shumë kush e neglizhon këtë kohë. Ja dhe veje koha e iftarit dhe flene, ja dhe mirët me televizor, ja dhe mirët me telefon, ja dhe haxhoje kohën kohë dhe nuk e shfrytëzon për fat keq lutje, pasi që lutje koha e artë për të bë dua, për të bë lutje tek Allahu dhul xhelal që Allahu nuk i kthen. Po do pyesim çfarë do të lutemi. Secili njeri ka ato problemet e veta, ato telashet e veta, ato dëshirat e veta. Secili njeri duhet ato dëshirat e veta që ka t'ja drejtojë Allahu dhul xhelal. Se Allahu thot në Kur'an thot, a ka kush që të më lutet, se ai që i lutet Allahu i përgjigjet. E kështu që ne duhet mundohena ta shfrytëzojmë këtë kohë, t'i lutena Allahu dhul xhelal me dëshirat, do të thonë nevojat tona. Po kemi ne edhe lutje profetike që pejgamberi alayhis salatu vesselam me një rast tha në kohën e iftarit, tha, u zhduk, tha, etja. Ato damarët, tha, u freskuan kur qelim iftar. Mirë po, tha, mbet shpërblimi. Edhe në fakt ashtu është. Njeriu në vërtet gjatë agjërimit lodhet, me thënë e mundon agjërimi, por kur vjen koha iftarit, ajo harohet, ajo lodhja, ajo etja, çka do të jetë? Do të jetë shpërblimi inshallah te Allahu dhul xhelal. Po prej lutjeve të preferuara që ne mund të lutena, është edhe një lutje që është më e shkurt dhe më e thjesht. Allahumma leke sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. O Zot, thot, për ti agjëroj, o Zot, në ti besoj, o Zot, në ti të mbështetem dhe nga risku i jit bëj iftar. Edhe kjo një prej lutjeve që ne mund t'i lutena Allahu dhul xhelal, por thash, çdo njëri duhet t'i lutet Allahut mbas nevojave dhe dëshirave që i ka ai, që inshallah Allahu të gjitha lutjet tona në këtë muaj të bekuar të Ramazanit Allahut na i plotësojë. Allahu inshallah të na falja neve, të na falja gjithë prindrit tanë, të gjithë besimtarët inshallah ditën kur do të hapëm llogari përpara atij Allahu dhul xhelal. Dhe për fund të nderuar i hoxh, një mesazh për shikuesit. Po tash, pasi që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muaj i rahmetit, mëshirës, i faljes, kjo mundësi ne i për një herë në vit. Çdo vit Ramazani përsërit. Edhe për këtë arsye mundohena vëllezër të respektuar dhe motra që të shfrytëzojmë në maksimum. Të shfrytëzojmë në maksimum, me thënë, të gjitha begatit dhe mirësit që i përmenëm tash, po që ka edhe shumë begatit dhe mirësit qera muaj bekuar i Ramazanit. Mundohena që me veprat, me punët tona, që të arrim rahmetin, mëshirën Allahu dhul xhelal, të arrim faljen Allahu dhul xhelal, edhe mbi të gjithat ato, inshallah e arrim edhe atë 10 netëshin e fundit, natën e kadrit që ka vlerë të jashtëzakonshme, inshallah të arrim edhe atë shpëtimin nga zarmi i xhenemit, edhe mbi të gjithat këto lutje, këto vepra, këto punë të mira që i bëjmë, të arrim kënaqësinë e Allahu dhul xhelal, pasi që ajo është edhe synimi kryesor i joni si besimtar, që ne me veprat tona, me punët tona, me jetët tona, të arrim kënaqësinë e Allahu dhul xhelal, edhe inshallah të arrim ditën e Fitr Bajramit, edhe të dalëm të pastruar, të falur inshallah si besimtar, edhe Allahu të jesë i kënaqur me neve inshallah. Edhe një herë ju faleminderit. Ju faleminderit edhe juve që ishit pjesë e këtij emisioni. Ju dëshirojmë jetë gjatë, shumë suksese gjatë misionit tuaj. Të nderuar teleshikues, jemi në fund të emisionit. Ju dëshirojmë agjerim të lehtë dhe të pranuar deri në takimin e radhës. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.